Mirëmbrëma miq, mirë se erdhët në Familja 7. Ne sot kemi kënaqësinë të flasim për një lajm shumë të mirë dhe shpresdhënës. Jetë të çliruara nga varësia e drogës, alkoolit dhe lojrave të fatit. Kjo është ajo që Teen Challenge Albania po dëshmon në fakt prej shumë vitesh në vendin tonë. Tani me hapjen e qendrës së dytë rezidenciale Shkëmbi në Tiranë, kjo shpresë po zgjerohet edhe më shumë. Ne jemi në studio me Orges Hysejnaj, themelues dhe drejtori Teen Challenge Albania, dhe me Enea Kadillari, pjesë e qendrës Streha, i cili sot është i çliruar totalisht nga varësia e drogës. Faleminderit që jeni këtu me ne. Shumë kënaqësi që jemi së bashku në këtë familje. Çfarë bekimi Enea ne kemi për herë të parë, Enea ndjellsin familje. Po. Faleminderit. Faleminderit juve. Orges, çfarë do thotë personalisht për ju hapja e kësaj qendre, qendrës Shkëmbi, çfarë shpresë sjell? Mendoj që është një lajm i mirë, si çdo lajm i mirë që vjen kur niset edhe vjen me ungjillin. Edhe ashtu siç ungjilli që në krye të herës ka qenë një lajm i mirë dhe do mbetet një lajm i mirë derisa ne të jemi ballë për ballë me Zotin tonë Jezus. Shkëmbi është sërish lajm i mirë sepse lidhet me emrin e Jezusit, edhe lidhet me shpresën, edhe lidhet me rifillimin e jetës, edhe lidhet me rilindjen, edhe lidhet me të gjitha ato familje të cilat janë në kërkim të një rrugdalje. Edhe ne besojmë me gjithë zemrën që në fakt ky Shkëmb, edhe kjo shpresë e re, kjo rezidencë e re, është një mundësi më shumë që njerëzit mund të takohen, edhe të mund të ndryshojnë stilin e jetës edhe gjithçka që ata kanë nevojë, sidomos për individet apo familjet që janë të prekura drejt për së drejti nga varësitë si droga, alkooli apo lojrat e fatit. Po si lindi kjo në zemrën tënde edhe të stafit? Pra, ishte në vizionin tuaj? Ne kemi qenë në një presionin e madh, në dy lloj presionesh. E para presioni i nevojës së madhe në Shqipëri, jo vetëm në Tiranë, në Shqipëri e më gjerë, të individëve që na kanë kontaktuar edhe sot janë në listën e pritjes për të hyrë në programin tonë rehabilitues, dhe nga ana tjetër ishte dashuria dhe dëmshuria e Perëndis, që është në ne. Domethënë, gjithmonë nisemi çfarë do donim të dikush të bënte me ne, nëse ne do të gjendeshim në një situatë të tillë. Kështu që kur erdhi puna për të marrë këtë hap të ri, nuk ishte shumë e vështirë për ne, sepse thamë Zot, ti je pro ndryshimit të jetës, ti je pro jetës, kështu që ne po e marrim të hap, po të besojmë ty, lutemi me ne. Na udhëhiq. Edhe rezidenca e re në fakt gjendet fiks në krah të një shkëmbi, edhe është e vendosur edhe në mënyrë fizike në një shkëmb, por për ne është simbolik më e madhe sepse ka të bëjë me Krishtin. Prandaj i vut emrin apo ishte menduar emri më përpara? Jo, nuk ishte menduar emri, për t'u treguar të sinqert, nuk ishte menduar emri më përpara, por për ne domethënë çdo lloj simbolike, sidomos kur lidhet me të vërtetën e Biblës, është akoma më thellë, akoma më e fortë dhe akoma më frymëzuese. Pra dhe simbolike e fjalës Shkëmbi? Ka të bëjë me Jezusin, po ka të bëjë dhe me shkëmbin fizik ku qëndron rezidenca jonë e re. Lavdi Zotit. Tani, nuk është një hap i vogël dhe një hap i lehtë, për kë do të ishit falendërues, Orges? Nuk mund ta lë pa përmendur, sepse është ai që vërtet na ka rilindur, është ai që na frymëzon, është ai që na mban, është ai që na drejton, është ai që na udhëheq, është ai që na vërtet na jep shpresë, edhe ky është Jezusi. Edhe jemi shumë falendërues Perëndis për këtë mundësi të re, edhe këtë përgjegjësi të re, përgjegjësi të madhe që na ka dhënë që të marrim të hap të ri. Por jemi konfident. Vargu i ditës sot tek Bibla ishte që në fakt nga shtrëngimet domethënë do të vinë qëndrueshmëria, do të vi përvoja, do të vi shpresa. Kështu që jemi mësuar, jemi argasur siç thot populli domethënë me këto gjëra. Edhe për ne nuk ishte shumë i vështirë të merrim këtë hap të ri, sepse tashmë e dim që Jezusi është rruga dhe ai na ka treguar shtegun. Lavdi Zotit. Sot ke ardhur me Enean, e cilësova për herë të parë në studio. Tani ju jeni koleg, është pjesë e stafit të qendrës Streha. Është privilegj të jemi vëllezër, po jemi edhe kolegë. Po, tek qendra e parë, por Enea ka një histori shumë të bukur.
E neja ti u bëre pjesë e qendrës, sepse ti u bëre pjesë e programit për të përfunduar me sukses programin e rehabilitimit, nëse mund të them kështu, sepse ti vjen nga një histori që kush e dëgjon ka dhimbje brenda. Si arrite deri te droga dhe sa vite ke qenë përdorues e saj? Atëherë, faleminderit edhe një herë për mundësinë që më jepni për të ndarë një copës nga jeta ime. Kam pasur një periudhë jo të shkurtër në ndikim substancash, një periudhë thuajse 15 vjeçare. Vite që pasuan nuk erdhën direkt, domethënë që unë të bëhesh avartës, po erdhën si pasojë disa situatave, problematikave familjare, shoqërore, të cilët më bën që me kalimin e viteve të më bënin vartës së drogave. Nuk ishte diçka që ndodhi direkt edhe unë e kërkoja me dëshirë. Ishte imponim rrethanash. Ishte rrethanash, po. Domethënë mund të them që shoqëria ka pasur një pjesë në ndikimin e familje, problemet familjare. Unë në një moshë të hershme duhet të prej kam humbur një prej personave më dashur të jetës time, babain tim, kam qenë moshë të vogël dhe domethënë disa barrosje që i merja personale të mia të më bëjnë që të konsumoja, po në të njëjtën kohë edhe të kërkoja të bëja gjëra që të çoja familjen përpara. Nuk ka qenë thjesht vite abuzimi, kanë qenë vite që kanë çuar në shkatrim totalisht familjes time. Nuk ka qenë thjesht abuzim substancash, po kanë qenë edhe veprime të cilat e shkatruan jetën time. Nuk ishte konsumimi, ishte mënyra e jetës që unë zgjodha të bëja, ishte e gabuara. Edhe dua të them që ishin vitet 15 vitet, e përgjithsoj 15 vite se plus minuse, po ishin vitet cilat erdhën njëra pas tjetrës situata dhe derisa erdhën atë pikë që më bën të quhesha përdorues ose vartës i lëndeve narkotike. Dhe si ndihesh në atë kohë që ti e përdorje drogën? Gjete në një farë mënyrë shpëtim? Të në vërtetën nuk mbaj më shumë, prek vetëm vitet e fundit cilat arrita ta kuptoja që isha duke shkatruar shumë gjëra. Nuk ndjeja diçka, e konsumoja për një periudhë kohës për inerci, nuk është se ndjeja kënaqësi, nisi si kuriozitet, u pasua pastaj, u injektuan mendjen time si diçka që ishte pjesë e rutinës së jetës time, por kështu ishte me pak fjalë, ajo pjesë e errët, por tashmë jo më. Si u gjende tek qendra Streja, si re në kontakt? Çfarë eksperiencë ishte për ty kjo qendër? Atëherë sot mund të them që është eksperienca më e bukur e jetës time. Nuk erdhi fal kërkesës time për të njohur një qendër të tillë. Sigurisht pas shumë përpjekjesh për të shkëputur nga ajo jetë që bëja, kisha kërkuar, po në mënyra të ndryshme, domethënë unë vetë si individ, si person që të shkëputesh nga ajo gjë për të kërkuar ndihmë, se kisha menduar ndonjëherë, ishte diçka që shënoi në jetën time. Në një bisedë me familjarët e mi u interesuam që unë gjej një zgjidhje. Të them të vërtetën nuk ishte interesi im, ishte i familjarit që kërkoi, u interesua, ran kontakt me qendrën, u bë mundur që të takoheshim, u bë mundur që të bëhesha pjesë e qendrës. Të them të vërtetën e mbylla programin, po kur kam hyrë thjesht për ta provoj të bëj qefin, domethënë të jap gëzim të paktën një shpresë familjes time, të paktën një herë vetëm pas shumë vitesh që i kisha futur në more një stres, hap. More një hap. Pra edhe cilësove si një ndër eksperiencat më të bukura të jetës tënde. Tani ti je çliruar totalisht nga varësia e drogës. Nuk e ke problem që ti del publikisht e bën deklarata të tilla? Të vërtetën jo. Çfarë ndryshoi tek ti me njërin e Jezusit? Çfarë kuptove ti? Kam kuptuar që ka jetë. Jezusi vetë është jeta. Domethënë është një këngë cilën ne këndojmë shpesh, kur adhurojmë Perëndin, ka i bën të lirë është i lirë për jetë. Edhe mua më ka dhënë guxim që dalë të ndaj vërtet atë liri për cilën unë kisha pasur nevojë gjithë ato vite. Sot nuk fshihem, sigurisht që nuk fshihem. Sot kam vendosur që të jem pjesë e këtij rrugtimi bashkë me Perëndin, më pëlqen të shërbej atij sepse vërtet ishte ai
ishte Jezusi që më bëri të mundur që ta takzoj këtë liri sot. Po, dhe ti del publikisht dhe nuk e turp të deklarosh Absolutisht, që jo. unë jam shliruar nga droga duke besuar tek Jezusi. Absolutisht, jo, Biles, do kisha dëshirë ta dëgjoj më shpesh në shqip këtë që njerëz si puna ime për shembull sot ta shpallin. E ndam dhe para disa ditësh bashkë me njëri tjetrin kur e dëgjojmë në gjuhë tuaj anglisht për shembull që Jesus, u duket bukur. Po ndërkohë ne jemi duke jetuar këtë realitet vetë. Ka persona të cilët po gjejnë shpëtimin e mirë në Jezusit. Vërtet dhe ne dëshmojmë se te qendra është një punë jashtëzakonshme. Sigurisht me forcën e Perëndis, me ndihmën e Perëndis, po nuk kam turp ta shpreh dhe të dal hapur sepse kush e bëri të mundra, ai e bëri të mundra. Amen. Lavdi Zotit. A mban në mend ndonjë moment tek qendra që ti fillove të kuptoj diçka që hey, këtu ka diçka ndryshe, or diçka po ndodh brenda meje, nuk jam më i njëjtë. Ndodhi gradualisht? Ndodhi gradualisht. Nuk është një moment, janë shumë momente, po u desh, të vërtetën u desh një periudhë kohe e cila nuk ishte e lehtë për mua, ishin sfida të ndryshme, të cilat unë përballesha po besoj në ekzistencën e Zotit, po si Zoti do ndryshoj jetën time, si mund të jetë Zoti i gjallë që të bëj të mundur gjithë këtë mrekulli. Shikoja dëshmi që kisha rreth e qark vetes, persona cilët sot i kam shok, kolegë, miq, vëllezër që e kishin mbyllur programin dhe shikoja se si jetët ishin transformuar. Pata shumë episode të cilat më shoqëruan gjatë programit që e bën të mundur që ne atë kishte gëzim dhe ta besonte që Perëndia po e bën të mundur. Amen. Ka qenë një periudhë 6 mujore në program të cilën unë kam pasur sfidë me veten për ta njohur vërtet Perëndin, po ka qenë tani që e mendoj, pas kaq kohësh them, ka qenë vetëm një klik, një sekondë e vogël ajo e cila më bëri të mundur që unë të përjetoj gëzimin e Perëndis në jetën time. Ka qenë një moment kur unë ndaja dëshminë para kishës, është bërë pjesë e ndarjes dëshmisë ime dhe motra ime në të njëjtin moment. Kemi ndarë me njëri tjetrin, ka qenë momenti i parë që unë pas shumë vitesh, por mos e momenti i parë dhe i vetëm që unë i kam thënë motrës time të dua. Do me thënë një dashuri që gjithmonë është për vllajën, për motrën, po e kushtëzuar nga i uni, nga i mishi i njeriu që prit ti je burr dhe ti nuk mund ta shprehësh dashurinë në këtë lloj forme, po Perëndia më dha mundësinë që ta shpreha, ta adhuroja me atë, të lutesha me atë. Edhe e them sot publik, kam qarë aty në atë moment. Ka qenë lot gëzimi. Nuk besoj se Perëndia të prekte shpatullat dhe thotë ja unë jam këtu, po jam në këtë lloj forme. Kështu që besoj kjo ka qenë kthesa kur unë kam ndier gëzimin nga Perëndia si shpëtim jetën time. Faleminderit. Çfarë dëshmie. Sa shumë ka nevojë ta dëgjojnë këtë të vërtetë dhe se si jeta jote ka ndryshuar, gëzohem për ty e neja. Dhe japim Zotit gjithë lavdin. Orges, dy qendra Shkëmbi dhe qendra Streha, aktualisht kapaciteti i dy qendrave? Ne besojmë domethënë që ka gjithmonë vend për këdo domethënë që do të ndryshoj, për këdo që do të shpëtoj. Edhe nga këto kthetra të djallit. Edhe mund ta them me plot gojën sepse varësia, droga, alkooli dhe lojrat e fatit bixhozi që njihet janë instrumenta në dorën e të ligut për të shkatruar jetën jo vetëm të një individi, por familje të tëra. Sot kapacitetet që ne kemi në të dy qendrat tona janë për 22 individë në të njëjtën kohë. Edhe kjo është më shumë lodhje, më shumë stres, më shumë gëzim, më shumë fuqi, më shumë mesazhe jetë ndryshuese. Do të theksoj ndonjëherë kur familjet mbas muajit të parë që kanë sjellë të afërmin e tyre, mund të jetë bashorti, mund të jetë vllai, mund të jetë biri, sepse qendra jon momentalisht është vetëm për meshkuj. Ato na thonë në takimin e parë mbas një muaji na thonë kemi një muaj që po flëm rehat. Po i themi ne sepse kemi ne një muaj që nuk po flëm me birin tuaj apo me bashortin tuaj. Por shumë bekime edhe por muaji i parë për secilin prej studentëve, se ne i quajmë student në programin ton, për shkak se ata lexojnë edhe studiojnë jo vetëm Biblën, por shumë libra. Edhe muaji i parë është dramatik, edhe është traumatik, sepse do duhet që ata të ndalojnë së konsumuari duhan, edhe çdo lloj gjëje nuk kanë telefon me vete. Izolim. Edhe është pa diskutim është një lloj izolimi pa të cilin është e pamundur që këta individ të ndryshojnë. Po, në fakt nuk është vetmja histori suksesi kjo e Neas, në fakt me hapjen e qendrës së dytë rritet edhe më shumë përgjegjësia dhe barra siç e ke deklaruar, por më shumë ndërkohë përkthehet në më shumë mjet të ndryshuara për Zotin. Dhe
ju keni edhe raste të tjera dëshmi përveç Eneas, që ne kemi parë dhe publika. Patjetër. Çfarë ne besojmë Enela është që e kundërta e një jete në varësi, e kundërta e një jete në mëkat, është një jetë që i shërben Perëndis. Edhe ne këtu e shohim në fakt, nëse një person vërtet ka ndryshuar, është njësoj si Enea sot, miku jon, vllai jon, i cili nuk ka më turp për ungjillin e Jezusit, për shkak se është ky ungjill që shpëtoi dhe çliroi jetën e tij, pa diskutim në një format të mirë strukturuar, me këshillim, me dishepullizim, me qortim, edhe me punë, me çdo gjë. Por jemi të gëzuar. Jemi të gëzuar sepse çdo vit nuk janë të shumt, jo çdo kush i hyn në program e përfundon programin fatkeqësisht. Mund të jenë shumë. Është edhe ky risk sepse varet nga personi. Sepse Enea e përmendi që nuk është se ishte lehtë dhe nuk është se të gjithë vinë me mendimin se do ndryshojnë edhe duan ta çojnë këtë rrugtim deri në fund. Vinë për arsye nga më ndryshme, vinë se dikush do t'i tregoj familjes që t'i jap konfidencë, ja, unë e mora një hap ndryshimi. Dikush tjetër vjen se do që të shlyejnë borxhet, edhe familja t'i shlyejë borxhet. Dikush tjetër vjen me interes tjetër, domethënë ndoshta mund të jetë dhe për t'u fshehur për një moment të caktuar. Por të gjithë ata që vinë, lajmi mirë është ky që ne ndajmë me ta ungjillin, ne japim atyre mundësinë e një hapi të ri dhe mundësinë që takohen me Perëndin që ditë të ndryshojë jetën e çdo individi. Lavdi Zotit, ka shpresë për ta. Amen. Ndërkohë, apo vini re ndryshim në moshën apo në profilin e personave që janë duke kërkuar ndihmë në krahasim me vitet e kaluara? Po, dhe mund të theksojmë që tashmë ne kemi individ që na kontaktojnë, familje që na kontaktojnë dhe për individ që janë nën moshën 18 vjeç, ne zakonisht i marrim nga 18 vjeç e sipër, individ që janë nën 18 vjeç dhe nga familje që janë pjesë e kishave ungjillore në Shqipëri. Pra, mund dhe duhet ta themi këtë gjë që nuk do të thotë që je në kish, nuk do të thotë që i beson Perëndis, nuk do të thotë që familja jote ndoshta është duke i shërbyer Perëndis dhe individi, fëmia, nuk preket nga sëmundja që mund ta quaj e kohës moderne në cilën ne jetojmë, që është droga, alkooli dhe lojrat e fatit. Kështu që ne shohim realisht për shkak të punës parandaluese që bëjmë në shkolla të ndryshme apo në universitete, ne shohim që mosha e individëve që konsumojnë drogë apo lëndë të tjera, jetë shkatruese, është ulur. Dhe shohim një rritje të individëve, një rritje të një kërkese për ndryshim, për ndërgjegjësim. Pra, puna që jemi duke bërë sot së bashku me Enean i shërben kësaj gjëje që të thyet stigma, që të kërkosh ndihmë nuk është mëkat, të kërkosh ndihmë është gjysma e punës ndryshuese. Gjysma e punës. Kur kthehesh prapa edhe shiko se si ka ndryshuar i gjithë kjo punë që ju keni bërë, për çfarë të ka manitur më shumë nga mënyra se si Zoti ka bërë gjërat me Teen Challenge Albania? Është gëzim domethënë që të gjitha këtë ecurinë e kemi të dokumentuar këtu në TV7, domethënë që kur të gjithën që kur kemi qenë vetëm me shtëpitë e kafes, edhe vetëm me punën që bënim në rrugë dhe takonim individ dhe më pas ndoshta i çonim apo i dërgonim në qendrat Teen Challenge në Europë, më mahnit Enela, më mahnit mirësia e Perëndis, më mahnit hiri i tij, më mahnit fuqia e tij, më mahnit dashuria dhe dëmshuria e tij, më mahnit prezenca e tij, sepse vargu që më pëlqen më shumë kur Jezusi Zoti më thot pa mua ju nuk mund të bëni dot asgjë. Dhe ky është një varg që unë lutem çdo ditë dhe falenderoj Perëndin që pa Jezusin unë nuk do të bëja dot asnjë gjë, asnjë gjë. Asnjë prej nesh nuk do të bënte dot asnjë gjë. Orge, si mund të përfshihet komuniteti apo kisha, qoftë edhe individi, për t'ju ndihmuar, qoftë vullnetarisht, ose ndoshta me lutje, ose me ndonjë ndihmë konkrete, ndihmë financiare, pse jo për qendrën? Të gjitha janë të mirëpritura. Një nga gjërat që ne besojmë fort është lutja, edhe ne marrim mesazhe inkurajuese her pas here dhe ato vijnë në atë momentin kur ne ndonjëherë mund të jemi dekurajuar, sepse ne jemi njerëz, jemi vëllezër si ju, plot me sfida, plot me barra, edhe personale. Kështu që lutja është një nga gjërat që ne kemi nevojë, për lutje, për mbrojtje, sidomos për stafin dhe për familjarët e secili prej nesh që janë të përfshirë në këtë bifronti. E dyta do të ishte patjetër edhe ndihmat ushqimore, janë shumë të mirëpritura nga kishat apo nga familjet, dhe ndihma financiare sepse kostot e një jete të ndryshuar janë të mëdha. Kështu që ne kemi nevojë për komunitetin pjesës së cilit ne jemi.
Lavdi Zotit. Enea, tani pra ti e çliruar nga varësia ndaj drogës, si e shikon të ardhmen tënde? Është një pyetje që unë kam siklet të përgjigjem se nuk më pëlqen të bëj më plane, po shikoj një të ardhme vërtet që ka shpresë, ka integritet, është një ardhme që vërtet ka të papritura, është një ardhme me Perëndin, ka vendosur vërtet që të ndjek atë dhe hapat e mia t'ia dorëzoj atij. Më pëlqen ta bëj këtë shërbes, e cila ishte shërbesa që e bëri të mundur transformimin e jetës time. Më pëlqen të shërbej dhe të shikoj se si jetët e tjera transformohen. Kam vendosur të jem pjesë e stres, e qendrës, e shkëmbit. Kam vendosur ta bëj me dëshirë këtë punë. Jam duke ndërmarrë disa hapa për të bërë diçka si profesionale time, një ëndër që e kam pasur thuajse që në adoleshencë, duke ndjekur një shkollë, po e ardhmja ime është sinqerisht dhe të bëj atë çka tjerët bën për mua, të ndihmoj, të shërbej në emrin e Perëndisë, sepse vërtet është gjë që më jep gëzim çdo ditë. Pavarësisht sfidave në të cilat mund të ndodhemi gjatë ditës me persona të cilët vijnë për të rehabilituar, vërtet gjej gëzim kur e nis ditën duke dorëzuar çdo gjë para Perëndisë dhe kur e mbyll në mbrëmje prapë duke dorëzuar atij, duke parë se si ai veproi gjatë gjithë ditës. Është bekim, është diçka e bukur, është diçka që nuk e kisha menduar se do ndodhte në jetën time, por kjo është ajo që kam vendosur të bëj, sepse po e shijoj. Çfarë do t'i thoje dikujt që është i tunduar të provojë drogën? Jeta nuk është provë, nuk është një shumëllojshmëri eksperjencash, vjen vetëm një herë, është bukur kur ti gje motivin e saj, nuk është bukur ta çosh dëm duke provuar për gjëra të cilat ne tashmë e dim që nuk janë të mira, nuk janë të shëndetshme për ne. Të qëndrojmë larg. Nëse do thoja diçka të drejtë për drejtë është të kem besim në Zot, të njohim Perëndin vërtet, sepse ne po jetojmë në këtë botë, ne këtë botë Perëndia e krijoi. Mua më jep mundësinë që të flas në emër të Zotit sot vetë Perëndia. Kështu që nëse do jepja një mesazh sot, keni më shumë besim në Zot dhe besojeni të ardhmen tuaj Perëndisë. Ai është ai që na krijoi dhe ai di më së miri se si do funksionojë, si do shkojë jeta jonë nesër. Kështu që s'kemi nevojë për eksperiment. Lavdi Zotit. Orges, po dikuj që është nën varësinë e drogës dhe nuk ka shpresë për ta. Një mesazh. Patjetër, do t'i thosha çdo të riu, çdo buri, çdo familje që sot na dëgjon përmes të vështatës që jo vetëm ka shpresë, por ti nuk e meriton jetën që ti e duke jetuar nëse ti je sot në varësi. Perëndia ka plane të mirës dhe jo të së keqes për të dhënë ty një të ardhme dhe një shpresë. Kështu që pavarësisht nëse ti i beson Perëndisë apo jo, pavarësisht nëse ti je pjesë e një kishe ose nuk je fare, pjesë e asnjë kishe. Edhe unë do thoya që kërkon ndihmë. Edhe së pari fol me familjen tënde. Edhe ashtu siç Enea tha që ishte familja që e para që trokiti. Unë besoj, ne besojmë të dy që të dy ne ishim si ai verbri. Edhe kur dikush e pyeti, domethënë, ç'është Jezusi, i tha, unë ne ishim të verbër, e tani shohim dhe këtë e bëri Jezusi. Ne besojmë që Jezusi sërish mund të bëjë diçka për ty e mund të ndryshojë plotësisht jetën tënde. Orges, të falenderoj shumë tani në mbyllje të kësaj interviste, e di që fjalët e mia janë të tepërta. Keni bërë një punë të shkëlqyer dhe lutem që Zoti t'u përdor akoma më shumë në 2 qendrat rezidenciale të hapura në Shqipëri. Enea, faleminderit për guximin edhe për dëshminë tënde. Faleminderit juve. Dhe lutem dhe uroj që të kesh një të ardhme të bukur. Amen. Ashtu siç Zoti e ka paracaktuar. Haleluja. Hapja e qendrës rezidenciale Shkëmbi është më shumë se sa një ndërtesë e re, është një derë shprese për shumë jetë dhe familje, kur dashuria Perëndis vepron, asnjë zinxhir nuk është shumë i fortë për t'u thyer. Ne rikthehemi pas pak në studion e programit Familja 7.